Folëm për gjithë shka aty, sipas raportimit që bën kolegja nga tereni, po jo vetëm, edhe nga diskutimet politike publike që kemi ndjekur deri tani, duket se gjithë shka do t'jetë në dorë të qytetarit, vendimmarrja do t'jetë në dorë të protestuesve. Si mendoni ju cilat janë pritshmëritë e atyre qytetarëve që janë në shesh dhe presin të nisë protesta dhe cilat janë pritshmëritë tuaja, Seriani, nga ky tubim, nga kjo revolt paqësore e radhës? Unë do ta nisja nga të mijat, pastaj të vazhdojmë këtë të tjerat. Ajo çfarë unë do vlerësoj si protest, do jetë, ose protesta që unë do vlerësoj më saktë, do jetë ajo protesta që s'do ketë mikrofon. Mikrofoni është një element e cila, po themi, e ka zhbër protestën, thelbin e protestës, natyrën e saj, revoltën që ajo përcjell protesta. Pra s'kemi pritshmëri dhe nga protesta e sotme, se podiumi ishte ngritur, Seriani. Pikërisht, pra, domethënë protesta do ketë frymën e vet momentin e parë që nuk ka mikrofon. Dhe aq më tepër pastaj podium. Arsyeja është sepse në qoftë se i jepet mikrofoni dhe shprehin pa kënaqësinë liderët e opozitës ose opozita në tërësinë e saj, duke rithënë të njëjtat artikulime edhe pse të drejta, por tashmë dihet, ato, domethënë populli që ka ardhur aty absolutisht që është në vedije të plot për çfarë keqeverisje jemi duke përjetuar. Por kjo nuk fryn revolt, kjo çfryn revolt. Dhe bëhet si një ritual i parë tashmë, ke parasysh është një film që ke gati 12 vjet që e shikon dhe ke filluar dhe nuk pret të përfundoj ndryshe. Dhe ke filluar dhe të shikosh, domethënë ti e di fundin e atij filmi. Seriani, përpos podiumit, mikrofonit, qytetarë që dëgjojnë tok fjalësha të tilla, revolt paqësore, si ta kuptojnë, edhe revolt, edhe paqësore, edhe kilometri i fundit, edhe do t'ju thrasim sërish? Shikoje, unë di të them një gjë, që handikapi i opozitës në tërësi është gabimi që ajo bëri përpara 11 majit. Që ishte? Që do thotë, mbase me atë represion që ka qeveria Rama, që ne i dim tashmë dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, që gjyqësori tashmë është totalisht një vegël në dorën e pushtetit. Jo se s'ka qenë, ka qenë si i tillë, që me nisjen e reformës në drejtësi, absolutisht thelbi i tij ishte që të kishte një kontroll të brendshëm. Kemi qenë këtu kur kemi diskutuar për Irena Gjokun. Ja ku jemi sërish, që pavarësisht veprimeve ose faktit penal që ka pas në mosdeklarimin e saj, kemi organet të drejtësisë të cilat lozin topin duke ia dhënë njëra tjetrës. Për mos fol pastaj ke administratat. Do kur të mora drejtësinë sepse është i pushteti pavarur, imagjinoje administratën e cila është totalisht e kryekput pjesë e sistemit të monoqeverisjes së Ramës. Pra, do thotë që absolutisht zgjedhjet nuk kanë qenë të lirshme dhe të ndershme. Por problemi qëndron që opozita sa seriozisht e ka marrë atë çfarë ajo artikuloi më përpara kur ka thënë që është Shqipëria në rrezik. Nuk ka pas një reflektim nga opozita në ndërtimin e skakjerës politike brenda të saj për të le të themi minimizuar goditjen ose represionin që do kishte nga pushteti i Ramës. Çfarë ka munduar në këtë aksion opozitar? Seriani, se të gjithë thonë nuk e ka bërë mirë, po askush nuk ndalet. Jo, shumë e thjeshtë. Konkretisht, çfarë ka munduar në aksionin opozitar? Konkretisht do të bëjmë një analizë një herë figurat që u vendosën mos respektimi i primareve në PD. Nuk ishte një respektim. E para një herë nuk u zhvilluan për të nxjerrë më të mirën e saj. Është fakt. U bën aplikimet, u vendos votimi në deg, ndërkohë që nuk kishte një dalje të gjithë kandidatëve për të parë se dega do votonte. Pra antarët e PD-s së zonës do votonin.
Nuk ishte një përcjellje të mesazhit dhe pastaj për të parë feedback-un që do vinte nga ky mesazh. Kishte struktura, për shembull në rastin e Lushnjës ti kishe një votim marramend, se ka qenë rreth 1300 votues, mos gaboj, rreth 1300-1400 votues, të cilët kanë votuar në degën e Lushnjës, dhe rezultati pastaj është që ishte enorm, ishte shumë e madhe, domethënë, dhe rezultati në zgjedhje, duke qenë se Lushnja përfaqësohej jo vetëm nga në lista, po themi, potenciale, jo vetëm nga një deputet, por ishin 3. Dhe rezultati ishte qesharak, ishte rezultat që një deputet në zgjedhjet e pararendse që ishin në zgjedhjet lokale, fitoi shumë se sa fituan këta të 3 deputet së bashku, që përfaqësonin Lushnjën. Pra do thotë ka një gjë që shkon ke primaret. Por jo vetëm në praktikën e bërë të saj. Për mos kaluar pasaj ke palishmëria e cila u tha se su vendosën rregulla paraprake. Rregulla paraprake do ishin, shikoj, partia ka, se jam dakord unë, që në një parti duhet ketë dhe mbështetje qytetare, pra terreni, por ama duhet ketë edhe një bosht ideologjik, pra disa deputet të cilët përfaqësojnë boshtin ideologjik të PD-s. Të dy këto u ngatruan keq. Që vetëm te primaret. Po pra, domethënë është shumë thelbësore. Është shumë thelbësore. Pra do thotë, nëse ti nuk e bër detyrat e shtëpisë, nuk mund të prisë rezultat. Dhe edhe ky është dhe gabimi i opozitës, mund të presupozojë një humbje, por jo një 83 mandatsh, sepse ky 83 mandati e bën inekzistente totalisht opozitën në parlament. E bën të panevojshme në asnjë lloj rrethane, sepse pushtetit dhe i dhanë dhe pushtetin legjislativ të plot tashmë në pak. Po, krimin elektoral të denoncuar nga opozita nuk e llogarisni fare kur flisni? Jo, e llogaris, ata po të them këtë gjë, që në qoftë se dhe referuar sistemit zgjedhor, nuk e ka të mundur, në qoftë se PD do kishte bërë detyrat e shtëpisë, nuk e ka të mundur të fitonte 83. Mund fitonte 71, mund fitonte 73, por jo 83. Dhe ky është gabimi kryesor. Absolut. Dhe kjo është, le të themi, ajo që lezhgënjeu dhe masën. Sepse mos harro një diçka. Ne kemi në këto zgjedhje, sepse analiza e zgjedhjeve do jenë se procesi post zgjedhjeve është janë zhgënjyer me Partinë Demokratike dhe dakordsohen me jo dakordsohen. Nuk është dakordësimi. Shikoj, analiza është e tillë që a ka pas një vot kundër Ramës, në mënyrë absolute ka. Tani, jo, sepse duhet të qartësohemi në publikun, jo në faktin pse partitë e lindura, që një pjesë e tyre kanë qenë Soros, made in Soros, që do thotë çfarë do lloj alternative që vjen nga një produkt i Sorosit, duhet të shumëzohen me zero për çdo qytetar shqiptar. Por nga ana tjetër kemi rezultuar që ekzistenca e 3 partive, Shqipëria bëhet, Mundësia dhe Lëvizja Qorë bashk, pra Lëvizja bashk, arritën të akumulonin në tërsinë e tyre një fond votash për 150.000 votash. Që këto, në qoftë se PD do kishte një, le të themi, një strukturë përfaqësuese, këto do ishin shumë minimale si parti, sepse edhe natyra shqiptarëve nuk besojnë ke partitë e reja. Por ama fakti që PD-ja nuk i arriti pritshmëritë popullit opozitar, dhe fakti që nuk këto vota të partive të vogla, po thoni juve, i mungojnë Partisë Demokratike, nuk janë vot kundër Ramës. Sepse janë vot kundër Ramës, duke qenë vot kundër Ramës, por duke mos pasur mbështetjen e PD-s në përfaqësimin që është bërë, pse do të zgjodhen partitë e reja. Ndërkohë, po të tregonte një lloj pushteti absolut që PD-ja kishte seriozisht, jam 1 milion i bindur që votat e këtyre partive absolutisht do ishin, sepse shqiptari është natyrë pragmatiste dhe normalisht do ta vlerësonte se ku do të shkonte vota për së mbari. Në qoftë se do kishin individ të cilët përfaqësonin qytetarin, dhe kemi një rast, sepse do të bëjmë analizën në bazë fakteve, nuk mund të flasim në tërësi. Kemi qarkun e Durrësit. Të treja partitë kanë dalë që përmenda, kanë dalë në një nivel shumë të ulët në krahasim me qarqet e tjera. Pse ndodh kjo? Keni bërë ndonjëherë pyetje pse ndodh kjo?
Ka ndodhur ky element. Kam edhe pyetjet edhe përgjigjet, këtu jemi për t'ju dëgjuar juve. E kisha në formë retorike. E kuptoj. Për të shpjeguar që duke qenë një element siç ka qenë Aulon Kalaja, i cili e përfaqësonte qytetarin Krutan si bashki, por edhe më gjerë, u vuar e re e panevojshme të votoheshin partitë e reja. Dhe këto kanë pas në një nivel shumë herë më të ulët. Pra ne nuk ishim në rrethe të tjera, po thoni një fenomen të tillë. Pikërisht, duhet kishte jo një aulon. Qarku Durrësit duhet kishte 3 aulona. 3 aulona dhe 3, po themi, përfaqësues që të mos e personalizojmë tani. Po jo realisht është bëjmë ligje speciale. Po jo po them duhet të jenë 3 individ të cilët përfaqësojnë këtë lloj fryme. 3 në Fier. Unë kam qenë kandidat në primaret e qarkut Fier. Unë nuk kisha asnjë lloj kontakt. Unë kam qenë opozitar dhe të gjithë unë njihem si i tillë. Unë kam qenë në primaret e PD-s. Nuk mu dha asnjëherë mundësia të flisja me antarët e PD-s. Mu dha një listë që duhet ta hecë sipas numrit, sikur ne kishim një staf që punonte dhe kjo ju dha përparësi ata që drejtonin. A i keni ngritur juve në koreale të gjitha këto seriani se ishte një kohë është për t'u habitur që gjithmonë flasim pas faktit të kryer, ndërkohë që Partia Demokratike është në prag të primareve të tjera sot. Jo, ka një diçka. Kur ti vendos rregullat. Dhe s'ta fokusojmë gjithë aksionin opozitar të sotëm vetëm tek primarët, se kemi patur raste për të diskutuar pafund. Ne do kemi kohë të dalim ke ajo çfarë ne ngritëm si fillim pyetje, protest me mikrofon apo protest pa mikrofon. Por që të arrijmë në për kësaj përgjigje, të arrijmë ke revolta qytetarit, duhet të bëjmë një proces më të gjerë analize, e cila fillon shumë kohë më përpara. Por është fakt që tani ka dhe një komision faktmbledhës europian në Shqipëri për sa i takon procesit zgjedhor. Unë do them një batut që zakonisht ndodh tek ajo çështja e kur njeriu, unë nuk besoj shumë ke as ke europianët, as ke ndërkombëtarët. Unë besoj ke forca e qytetarit, ke përgjegjësiria e tij, në qoftë se PD-ja dhe opozita në tërësinë e saj kërkon të rikthej demokracinë në Shqipëri, më shumë se sa më dhëm PD-ja, më dhëm demokracia, mungesa e demokracisë në Shqipëri. Dhe PD-ja është ajo që ka peshën e saj dhe cilën në formë edhe jo sulmi, por në formë që ajo të reflektoj, do ishte e mirë që si e vetmja rrugë të cilët mund të rikthej pluralizmin në Shqipëri. Por ama në qoftë se faktet janë kokëforta dhe ajo nuk reflekton mbi këto lloj veprimesh, atëherë problemi që ndron që demokracia është në një pikpyetje shumë të madhe. Pra, unë nuk është se jam kundra PD-s, por unë shtroj problematikat që unë gjykoj për të parë një refleksion ndryshe ke drejtuesit e tyre. Nuk mund të jetë... Po s'na fat konkretisht çfarë ndryshe, pra çfarë ka munguar në aksionin opozitar përveç vërejtjeve që bët sa i takon procesit të primareve. Dëgjoj, në qytetet, në përbërjen e qyteteve, në qarqeve ndjes, përfaqësimi i figurave është shumë i rëndësishëm. Pra, në qoftë se po themi dëgjojmë përgjithsisht qytetarët kur mundohen të marrë dhe informacion për tyre se si ata e perceptojnë gjën, ajo çfarë atemohet PD-ja është mungesa e figurave. Pra, kemi një leadership pa diskutuar mbi Berishën, jo sepse duket sikur po nuk e diskutojmë sepse është tërë diskutuar. Domethënë, për çfarë është folur për Berishën është folur. Domethënë, do rikthehemi në të njëjtën handicap, sepse Berisha problemi kryesor e ka sepse nuk ka respektuar dy herë statutin e PD-s. Kryesorja. Dhe fakti që përfaqësia duke bërë opozitën e opozitës. Po jo, duhet të keni dëgjoj që ata qytetarët që mblidhen atje natyrisht janë koshient seriani për të gjitha këto që flisni juve, që keni folur gjithë të muaj, dhe ata në gjykimin e tyre për vetë faktin që janë grumbulluar në atë shesh, mendojnë që Shqipëria sot ka një të keqe
më të madhe me gjithë mangësitë që ka opozita sot. Ne nuk diskutojmë asnjëherë. Pra, në kushte të tilla ku ndodhet Shqipëria, ku siç e thatë edhe juve, gjykata kushtetuese që duhet ishte garantja e kushtetutshmërisë në Shqipëri del me një vendim pa vendim, por edhe ai vendim pa vendim që lë në fuqi vendimin e një shkallë tjetër të gjyqësorit, nuk merret parasysh nga ekzekutivi, ku kryeministri thot do ndryshoj legjislacionin, ku në parlament janë nën diktatin e 83 kartonëve, pra si duhet vijoj aksioni një ndër opozitar element, siç tham neve, është forca 83-shit, që mund të jetë 86. Po forca 83-shit ta quajmë zyrtarisht. Pra, thelbi qëndron që ne nuk po diskutojmë që këtu nuk ka keqeverisje. Se keqeverisja është një proces i cili në këto 13 vjet duhet kishte marrë ndëshkim. Tu ka një plan shumë të qartë për zhbërjen e jo vetëm e demokracisë, po zhbërjen komplet të kombit shqiptar. Domethënë, si vllau i, pavarësisht se duken sikur luftojnë, se do të marrë edhe një referencë tjetër, si vllau i Edi Ramës, zoti Kurti, në zgjedhjet e tij po themi të flisje për Vučićin kur thua si vllau. Si vllau i tij Kurti fillon edhe po vidhin votat. Kështu që janë pjesë të njëjtës skeme të dy ata. Jo, gjithsesi seriali Situata në Kosovë është krejt ndryshe, e kanë marrë shumë seriozisht krimin elektoral. Po dakord, pra sepse ka lishme. Kur do ta marri? Do me thënë sa i takon proceseve gjyqësore, Kosova është shumë më mirë se Shqipëria. Po pikërisht, pra sepse neve po flasim për handikapin e sistemit pavarur, që është sistemi i drejtësisë, që është duhet ishte totalisht i pavarur gjyqësori. Është i kapur në të gjitha elementet e tij. Do nëse është kapur kushtetuesja, pjesa tjetër, po themi, ne kemi diskutuar këtu, kemi qenë që kam thënë që mbase në këto rrethan gjyrullëdije që është, mbase i vetmi që është me kokë si për ujit, në gjykimin tim në këto moment, jo në momentet e më pashme, mund të jetë Spaku. Pa ai është 2%, 3% i gjithë problematikës që sjell sistemi i drejtësi. Dhe sistemi i drejtësi absolutisht që ka prodhuar mungesën e vulës, absolutisht që ka prodhuar një mos funksionim të qartë të PD-s. Spakun tani me në krye zotin Braho apo nuk ka asnjë ndryshim në gjykimin tuaj? Unë gjykoj Spaku tani që nga shtatori, që nga tetori, po themi. Që normalisht është vendosur Braho, por më shumë se sa Braho është mekanizmat e brendshëm që luhen brenda Spakut për të hetuar politikën shqiptare në tërësi. Tani kthehemi thash, nuk është keqeveri, kjo është një plan shfarosje institucionale. Ne kemi një element që e ka përndjekur gjithmonë këtë qeverisje ka qenë. Që është? Bërja e veprimeve e akteve juridike në kundërshtim të ligjit. Kemi rastin e doktor Berishës. Çka ka ndodhur? E kishte shumë të thjeshtë që arrestimi, ndalimi apo heqja e lirisë të tij në çfarëdo lloj mase mund t'i atribuosh parlamentit, merresh aprovimi i parlamentit që është i sigurt që ta merrte, edhe përçëdohesh Berisha duke zgjedhur këtë lloj rrugë. Kjo nuk ndodhi. Ai e kishte si mundësi. Dhe kishte shumë të thjeshtë. Pse bëri të kundërtën? Arsyeja që Edi Rama në ato periudhë prap gjykata kush nuk ka ndryshuar nga ajo periudhë në sot, është po prapë e njëjta përbërje, ma kupton? Me element shumë të vogël ndryshimi, por është prapë e njëjta përbërje. Por flasim për të njëjtën proces ose për të njëjtën sistem të drejtësisë. Dhe ai zgjodhi me forcën e pushtetit që kishte Rama, ta bënte në mënyrë të palishme. Ndërkohë shohim lëvizje nga seria e Partisë Demokratike, besoj se do kemi kohë që ti komentojmë në çdo moment, prandaj le të bëjmë një arsyetim përgjithshëm dhe pastaj të kalojmë tek veprimet kur edhe lëvizjet brenda PD-s do jenë në se çfarë do prodhoj kjo lloj proteste e sotshme. Normalisht që nëse do t'i referojmë protestës së mëparshme, kemi një element të shtuar.
Protesta më pashme ishte një kakofoni në policisë që nuk u mor vesh pse. Pra policia nuk ishte ajo policia që le të themi ishim mësuar neve të përballeshim me protesta. Ishte një polici si pul pa krye, e cila lëvizte në një mënyrë të çorganizuar dhe tregonte shpeshherë dhe dobësitë e saj. Pse? Në përballje me qytetarët. Skandali i lëndëve skandali i bombulave të gazit të hedhura që ishin të skaduara ishte një element tjetër. Por edhe organizimi i mbrojtjes institucioneve, jo se linte për të dëshiruar, por kishte një çorganizim po ta shikonim neve. Ndryshe nga më përpara ku ishin të mobilizuar. Tani, kush është arsyeja e këtyre veprimeve, nuk di të them. Por unë mendoj që ajo çfarë ne do... Pse çfarë mungoi Seriani? Gaz, lotësjellës kishte. Ishte atëre, unë po thosha vendosja u dhunua një i mitur 10 vjeçar që s'kishte lidhje fare me protestën. Vendosja e policisë, siç është bërë në protestat e tjera, nuk ishte e njëjtë. Ishte shumë e shpërbër në koordinimin ndërmjet tyre. Kush është shkaku? Kjo është ajo që unë perceptova. Pastaj elementet e tjerë, siç është ato bombulat e skaduara, apo arrestimi të miturve, që ishte fare i qartë që ishte i mitur, qoftë dhe ti kishte marrë në protestë, që rezultoi që s'kishte marrë i tillë. Unë kam shumë, unë jam thirrur majmend në polici, komisariatin numër 1, sepse emri im rezultonte i tillë edhe pse s'isha fare në protestë. Nëse bënim një krahasim për shembull të protestës që thirrte, protestës kombëtare që thirrte Adriatik Lapaj, pas nuk krahasohet. Nuk kishte të njëjtin mobilizim nga ana e... Nuk krahasohet. Adriatiku u ndihmua mbajtja fryme e Adriatikut ka qenë për leshje me policinë. Çfarë qartë. Pra, e vetmja lajm se do të shikojmë edhe mënyrën se si mediat e transmetonin këtë lloj proteste. Mediat mundoheshin gjithmonë edhe në këndet që jepnin të ishte që tregojë sikur kishte aty vërtet një përplasje. Domethënë, në qoftë se nuk do kishte përplasje policisë. Përplasje fare nuk ka qenë Seriani se kemi patur qytetarë të lënduar aty. Do po të them tjetër gjë, të lutem. Më kupto. Ndërkohë ndjes Seriani është momenti që kreu i Partisë Demokratike, deputet të Partisë Demokratike, po zbresin shkallët e Selis, ndërkohë shohim çadrat hapura që bie shi, nuk e dim nëse do të eci në këmbë si çdo herë tjetër, apo Berisha do të zgjedh të shkojë me automjet drejt qytetarëve të tjerë protestues që natyrisht e presin në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, aty ku organizohet protesta e tretë kombëtare. Me sa shohim, mund të shkojë në këmbë drejt bulevardit. Edhe këtë radhë në këmbë do jetë. Nuk kjo auguri mirë, nuk i tremb shiu Serianin. Po të vijojë në këmbë. Është normal, nëse i tremb shiu atëherë mos të dinin fare, po këto janë element që nuk llogariten. Shikoj, do ta shikojmë kompleks. Gjithçka është mesazh Seriani, gjithçka është mesazh. Thelbi qëndron, ideja qëndron, unë prapë mbetem ke ajo çfarë që thashë në fillim, që mungesa e mikrofonit do ta bënte që vërtet pushteti të dridhej. Nuk ka nevojë për mesazh. Po ta shikosh edhe mediat e huaj çfarë kanë transmetuar, nuk kanë transmetuar asnjëherë pjesë nga protesta ku kishin fjalime. Por gjithmonë janë pjesë nga... Seriani, nuk e di pse është bërë një kulturë në Shqipëri që edhe çdo protestë tjetër ka mikrofon, ka altoparlant, ka folës. Sensi i protagonizmit këtu është një mikrob që duke se i ka shtrirë tentakulat e veta, edhe një grumbullim me 10 qytetarë që dalin protestojnë, kanë altoparlant me veta.
Shkoj, ajo ka dy... Kështu që në të paktën ato protesta ku kam qenë unë pjesëmarrëse si qytetare, po natyrisht nuk e zhvesh dot edhe kostumin e gazetares nga qytetari, në çdo grumbullim ka altoparlant dhe ka individ që duan të marrin protagonizmin. Gjithkund. Edhe diku ku protestohet për një rrugë të pashtruar, ka gjithmonë njerëz që marrin sensin e protagonizmit. Kështu që s'mund të presim që nga protesta kombëtare të këtij niveli të ndodh ndryshe. Po jo, absolutisht që mund presim. A duhet të ndryshuar? Pikërisht duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar. Atëherë, unë vi nga protesta, ose më saktë formimi im me protestat është i lashtë, është mbi 10 vjeçar. Përdorimi i megafonit apo i mjeteve rrethanore për të mbajtur le themi narrativën e protestës është normale. Ke turmat që janë të vogla, sepse edhe ata që vinë duan të integrohen tek mesazhet që jepen. Pra është një lloj mënyre komunikimi. Seriani, për shembull, unë kisha parasysh edhe ato pak protesta që janë mbajtur për shembull në Shqipëri kundër genocidit në Gaza. Shikon manifestime madhështore në vende të tjera të Bashkimit Evropian, po qoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithkund tjetër, dhe nuk kanë domosdoshmëri për të ngritur. Jo, absolutisht po. Këtu tek ne çdo protest natyrisht është shumë e rëndësishme mesazhi që përcillet, po gati është të shndruar në një kulturë ku ka protest duhet ketë folës, mikrofon, podium patjetër. Pikërisht, pra, dhe ky është defekti i madh. Unë të shpjegova në ato protestat kur kërkohet, le themi, mbajtja e një organizimi të brendshëm për ta zhvilluar protestën. Por ne kemi rastin e protestës dhe mikrofoni ka qenë një element i cili e ka tjetërsuar protestën. Për çfarës? Në mënyrë absolute ne kemi, unë kam qenë përbërës i kasës drejtuese të protestës së armëve kimike, ku thelbi ynë, aty ishte shumë grupime, po thelbi ynë ishte vetëm një, të mos merresh atorësia e asnjërit në përbërjen e protestës. Dakor? Ndërsa kemi protestën e studentëve, të cilët pikërisht futja e mikrofonit dhe futja e personazheve kryesisht të majtës ekstreme, siç janë në këto televizjes bashk, apo këtyre të dalë rishtazi që janë këto para dhe nga pjesë nga partitë e reja, e kanë shpërbër frymën protestën. Mos harrojmë edhe pikërisht. Ne dinë që do të dëgjojmë disa folës dhe është elementi, pastaj duhet shikojmë se si ka lëvizur protesta e studentëve, ka qenë vërtet qeveria u vendos në një ankth të brendshëm, kur pan lëvizjen masive se protestat e studentëve kanë lindur realisht në mënyrë genuine nga studentët Berisha shumë afër dhe pas pak marrin fjalën folësit dhe ne natyrisht në respekt duhet i dëgjojmë. Absolutisht. Ne diskutuam gjithçka, po nuk mund të mos ju pyes për pritshmëritë e sotme të protestës, apo i tham në midis rreshtash, pra fakti që ka podium dhe mikrofon nuk keni asnjë pritshmëri tjetër. Unë nuk kam pritshmëri për aq kohë sa ka podium dhe mikrofon. Në qoftë se ne do flasim që aty do ketë një manifestim, një sjellje, sepse shqiptarët ka vajtë majtë hundës. Sot të përmendim protestat e vogla. Në Durrës kishte janë 3 protesta që kanë zhvilluar sot, edhe në Lushnjë. Qytetarët e fshatit i Imësht nuk kanë, në pronat që ata kanë, nuk kanë akses më se të bëhet park voltaik dhe ka hyrë policia në mënyrë brutale dhe ata shumë prej tyre janë të arrestuar në komisariatin e Lushnjës. Po arrestimet, Seriani, arrestimet, ai gazi lotsjellës, uji. Arrestimet janë të palishme totalisht. I frenojnë protestuesit apo i motivojnë për të qenë? Arrestimet janë të palishme para, që duhet. Po kjo është thënë me 10 raste ku janë me vendim gjykatet jashtëligjshme. E dyta është që ku ka reagim ka dhe kundër reagim. Pra do të thotë,
që absolutisht që nuk pritet Shohim ndryshe. njerëz me maska si duket janë përgatitur që mund të ketë edhe sot gaz lotësjellës Seriani? Po, absolutisht unë mendoj që mos tjetë një skenar i cili kemi pasur. Unë pres, domethënë, ëndra ime është të shikoj një lëvizje, një protestë ndryshe. Absolutisht, domethënë, kjo është ajo që do ta lija mikrofonin këtu dhe do të ika të bashkohesha në protestë në mënyrë absolute, sepse ankthin dhe keqeverisjen apo atë që ne ndjehemi të pafuqishëm kundrejt këtij pushtetit të madh, absolutisht që ka çdo shqiptar. Ajo çfarë e ngroh një qytetar të tillë është bashkimi si të njëjtit kundrejt kësaj force, po themi, këtij pushteti. Seriani, dhe pyetja e fundit, se i shoh që janë afruar së tepërmi tek foltoria, si do ta kishit vijuar ju aksionin opozitar? Po shumë e thjeshtë, përcaktohet, e para njëherë nuk mund të ketë protesta një sot e një pas një muaji. Është teknikisht e pamundur. Domethënë nuk mund të ketë një qytetar të revoltuar sot, të rrit 30 ditë pa revoltuar dhe të revoltohet pas 30 ditësh. Është pa perceptueshme. Të bëj një skenë shumë të bukur se çfarë ka ndodhur. Shpejt se Ne kishim protestën e fermerëve në Paris. Ora e pushtuan Parisin. Nuk kishte, qytetarët shqiptar ta pushtojnë sheshin Seriani. Pse duhet presin qytetarët shqiptar të thërras një forcë politike e caktuar? Ne po flasim, për të dalë dhe për të mbrojtur të drejtat e veta në shesh. Fermerët kanë organizatat e tyre që organizohen midis njëri tjetrit. Këtu janë blerë çdo lloj elementi tjetër, organizimi. Shoqata dhe sindikata, se këtu s'kemi as sindikata, jo vetëm shoqata. Unë nuk është se jam shoqata dhe mund të ketë, po sindikatat janë inekzistente. Një organizim të brendshëm në bazë të profileve profesionale që kanë, që adresojnë të njëjta problematike dhe ka një ndërveprim. Emërtimi quhet si duash, por edhe jo shumë ke këto klasike. Nuk është vetëm çështje emërtimi, sindikata, shoqata. Pikërisht, pra këtë po them, ideja që ndron një organizim i brendshëm. Paracakosh që thoshte investitorëve tuaj eja një investorin në Shqipëri, se s'ka sindikata për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve. Po, e njëjta gjë është, shkoj, sindikata me sa s'di unë nuk ka në Gjermani, po ka një sistem tjetër që funksionon. Pra, e thënë në tërësi, një organizim i përbrendshëm për të bërë ballë kur ke qeverisje ose një element... 1, 2, 3, Seriani, si do ta kishit vijuar aksionin? Protesta do ishte e tillë. Përcaktohesh sot, mbase orari do ishte më i nevojshëm të ishte më herët se sa kaq. Bllokimi i kryeministrisë. Vendosja jo e fjalimeve, por e reagimit qytetar. Kjo ka një proces më parshëm. Është motivimi qytetarëve. Gjë që deri tani nuk është bërë nga opozita. Motivimi qytetarëve, tregimi që e ke seriozisht, se është një element që unë e përmenda, por e përmenda jo pa qëllim në sajt të diskutimit që do bëjmë për protestën. Por momentin e parë që PD-ja dhe opozita tregon seriozitet dhe jo pastaj të riprodhoj të njëjtat lista sepse është humbje besimi. Absolutisht do ketë rezultatin e pritshëm dhe seriozisht Rama do ta ndjej frikën e qytetarëve të cilët i ka poshtë dritares. Tani nuk ndjen frikë, thoni ju, Rama. Unë shpresoj, unë uroj që jashtë informacioneve që unë s'kam, pra të ketë një skenar i cili sjell pritshmërinë time. Dhe pritshmëria ime është absolutisht që kjo të jetë një protestë. Seriani, do t'i bashkoheni protestës pasi të përfundojmë komunikimin bashkë? Absolutisht, ne kemi lindë, unë çdo lloj proteste unë jam i hapur të shkoj, për aq kohë sa ajo është e drejtë. Qartë, jemi gati, besoj, ky është momenti që dëgjohet himni kombëtar, se kështu nisin zakonisht protestat kombëtare. Seriani, të falenderoj shumë për bisedën së bashku, ndërkohë na duhet të ndjekim protestën që sapo ka nisur.